Drejtësia e re ishte dhe kryefjala e konferencës së fundvitit të kryeministrit Edi Rama përballë gazetarëve, teksa e cilësoi SPAK si një opozitë të krijuar nga retorika e kundërshtarëve politik, kritikoi metodat e përdorura sa i përket vendimeve të fundit. SPAK-u nuk është opozita e qeverisë. SPAK-u është një institucion i ri, i krijuar fal vullnetit të kësaj force qeverisëse, i mbështetur nga kjo forcë qeverisëse, depresioni i thellë në cilin ndohet opozita e qeverisë, që është opozita politike, bën që puna e SPAK-ut të jetë vetmja pikë referimi e opozitës depresive për të goditur qeverinë. Çështja Balluku sipas Ramës nuk mund të marrë një koment pa vendim të formës së prerë, ama dosjen voluminoze prej 16.000 faqesh e cilësoi si një arkiv ministrore. Për kuriozitet, ju e dini që janë 16.000 faqet që janë aty? Nuk janë absolutisht produkti i hetimit. Se s'ka si t'jenë produkti i hetimit. Janë 16.000 faqe ku janë futur brenda kontrata, studime, arkivi i ministrisë futur brenda. Kreu i qeverisë nuk la pa përmendur edhe akuzat e ashtuquajtura absurde, që sipas tij kanë çuar në një rritje të zyrtarëve të paraburgosur, ndaj edhe kërkojnë ndërhyrje. Dhe sa përgjegjësi ka secili nga pjesëmarrësit në këto gjyqe dhe shtrikave kur dikush dali i pafajshëm. Nuk harroi ironit dhe me opozitën dhe protestat e paralajmëruara. Imagjinohet që të merret seriozisht një parti, në këtë rast demokratik janë ndjes past, që është zyrtarisht opozita. Gjatë konferencës, kreu i qeverisë bëri dhe një bilanc të punës së bërë gjatë këtij viti.